aty s'kemi parë akoma se aty është. Në qarkun e Gjirokastrës raportohen për tensione dhe përplasje të vazhdueshme mes figurave të Partisë Socialiste, konflikt që thuhet se ka nisur gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të majit. Sipas raportimeve mediatike, drejtuesja politike e qarkut, Mirela Kumbaro, nuk ka mbështetur kandidimin e Tërmet Peçit, duke preferuar kandidatin tjetër, Piro Dhima. Në këtë situatë përmendet edhe Flamur Golemi, i cili thuhet se ka qenë në të njëjtin krah politik. Pavarësisht kundërshtive të brendshme, Tërmet Peçi arriti të zgjidhej deputet fal mbështetjes në terren. Ndërkohë, tensionet mes palëve duket se janë reflektuar edhe në marrëdhëniet brenda strukturave socialiste në qark. Konflikti mori vëmendje më të madhe pas një takimi të fundit në Gjirokastër, ku kryeministri Edi Rama reagoi ashpër ndaj Tërmet Peçit gjatë një debati publik. Kjo është interpretuar si një sinjal se grupi i lidhur me Kumbaron, Golemin dhe Dhimën gëzon aktualisht më shumë mbështetje në nivelet drejtuese të PS-s. Pretendimet dhe akuzat personale të përmendura në raportime të ndryshme nuk janë të verifikuara zyrtarisht.